أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العلي العظيم. Fjala e Zotit të lartësuar është e vërtetuar. Para se të lexojmë përkthimin e këtyre dy ajeteve të gjyzit të 6 të Kuranit, unë dëshiroj të ju njoftoj se gjyzi i 6 apo pjesa e 6 e Kuranit, e cila përmban 10 fletë, përndryshe Kurani përmban 30 pjesë të tipra dhe një pjesë e Kuranit përmban 10 fletë apo 20 faqe. Pra, para se të kalojmë në leximin e rrjedhshëm dhe në komentim letrar aty këtu, unë dua t'ju njoftoj se gjyzi apo pjesa, më mirë në gjuhën shqipe, pjesa e 6 e Kuranit fillon nga ky ajet i surës Nisa, pra 148, dhe mbaron te surja Maide, ajeti 81. Në këtë pjesë, pra pjesën e 6 të Kuranit, flitet për drejtësinë dhe moralin shoqëror. Do me thënë, ndalohet padrejtësia dhe shpifja, nxitet falja dhe drejtësia në mesin e njerëzve, flitet gjithashtu për hipokritët, përshkruhen cilësitë e tyre, e na pra, si besimtar, na si dëgjues, na si njerëz, duhet të shohim a i kemi ndoshta Zotin, a rujt këtë cilësi, paralajmërim për besimtarët që të mos bien në dyftyrsi, pra këto versete që do t'i lexojmë. Mandej e kemi besimin dhe bindjen ndaj Allahut, theksohet sinqeriteti në fe, si duhet të jetë, çfarë duhet të jetë, të gjitha këto do t'i dëgjojmë në pjesën e 6 kësaj pjese të Kuranit. Pra, gjyzin e 6, dënimi për mosbesimtarin dhe shpërblimi për besimtarët. Gjithashtu këtu në këtë pjesën e 6, gjyzin e 6 të Kuranit flitet për rregullat dhe ligjet hynore. Kjo më shumë ti theksohet tek surja Maide, halali dhe harami, cili është pra ushqimi halal dhe cili është ushqimi haram. Pastaj flitet gjithashtu edhe për marrëveshjet dhe besnikërinë ndaj njerëzve, si bëhen marrëveshjet, drejtësia edhe ndaj atyre që nuk i duam. Pra, çfarë mënyre na shpjegon Zoti? Gjithashtu i kemi edhe një pjesë në surën Maide flet për mesazhet për ehli kitabin. Pra, ehli kitab janë të krishterët dhe hebrejt. Pra, pronarët e librave, e librit të Zotit. Prandaj edhe për krishterët edhe për jevrejt flitet në këtë pjesë të Kuranit. Thirrje për kthim në të vërtetën. Do me thënë që nga ajo kohë është thirrë që pasi që Kurani ka zbrit 600 vjet pas Injilit, pas dhjatës së re, Torës e Zeburit edhe të vjetrës, siç i kanë kompletu edhe të krishterët, pra për ta thirret një kthim në të vërtetën, sharimi i devijimeve të mëparshme në këtë sure, pra. Prandaj pa humbur kohë, ne po fillojmë ta lexojmë këtë sure, këtë gjyzë, këtë pjesë të Kuranit dhe të hasim në këto mësime të bukura hynore edhe për besimtarët, për hipokritët dhe për pabesimtarët, si dhe vëllezërit, motrat tona të krishtera dhe jevreje, edhe pse në trojet tona shqiptare nuk kemi
jevrej. Sidoqoftë, ne po e fillojmë me gjyzin e 6. Paraprakisht po fillojmë me lutjen para leximit të Kuranit, e cila është kështu pra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O Allahu im, me të vërtet e ke zbrit ti Kuranin. O Allah, madhroje dëshirën time ndaj teje. O Allah, bëre Kuranin drit në shikimin tim dhe shefaat në zemrën time. O Allah, ma largo brengën dhe dëshprimin nga unë. O Allah, zbukurona gjuhët tona edhe njëherë. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, leximin e Kuranit bëje peshoj të rëndë Kuranit edhe njëherë. O Allah, leximin e Kuranit peshoje rënd në peshorën time me vepra të mira. O Allah, na ban të mundshme leximin e Kuranit me respekt edhe ditën edhe natën. O Allah, na ringjall me pejgamberin dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Amin, e pranosh. Pra, i mbështetemi Allahut që të na ruaj nga shejtani i mallkuar në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Surja Nisa, ajeti 148, gjyzi pjesa e 6. Allahu nuk dëshiron që për të këqija të flitet me të madhe, përveç atij të cilit ju është bërë pa drejta. Allahu dëgjon dhe është shumë i dijshëm. Në këtë verset kuranor duhet të ndalëm sepse njerëzit e kanë keq kuptu. Nëse flasim keq për njerëzit tjerë, atëherë ne bëjmë gibet. Gibet do me thonë bartje fjalësh. Pra, kjo është një prej veseve më të këqija që mund t'i ketë njeriu, që t'i bart fjalët dhe të i përçaj njerëzit, sepse normal kur barten fjalët edhe mund të lulzohen, mund të zbukurohen, mund të harrohet një pjesë e tjera dhe kështu njerëzit përçahen. Mirë po, në këtë verset 148 ajetin pra, të surës Nisa, Zoti të thotë që nuk ka dëshirë që të bartën fjalë të këqija, të flitet fjalë të këqija për të tjerët, por veç atyre të cilve ju është bërë pa drejta. Shikoni sa i mirë është, sa i urtë është Allahu i cili na mëson se nëse ty të është bërë një pa drejt edhe ti hesht për atë pa drejten, atëherë të jesh sigurt sepse me heshtjen tënde ti atë personin i cili të ka bërë dëme, të ka bërë zullumçar, ato ti ki me forcu me heshtjen tënde. Prandaj, ashtu sa ashtu ti je duke vuajtur për shkak padrejtësisë, prandaj mos u frikso ta ngritësh zërin kundër një padrejtësie që po të bëhet. Duke fillu prej shtëpisë, ke problem me burrin, drejtoju vjehrit, vjehrës, babës, nanës tënde, ata që janë kujdestarët e tu deri dje kanë qenë, drejtoju atyre për problemet e tua që i ke, por mos e duro padrejtësinë e pastaj në shkolla, në universitete, në politik, në rrugë, në shoqëri, në punë, duhet pra gjithmonë keni të drejtë. Allahu thot mos i përhapni fjalë të këqija, përveç kur ju bëhet padrejtësia. Prandaj, gjithashtu profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, në bazë të këtij verseti kuranor, ai na mëson se ka 3 lloje të njerëzve. Njëri është zalim, zullumçari,
i dyti është mazlum, ai është i shtypuri, dhe i treti është munzelim, ai cili është i shtypur dhe hesht, frigacak, nuk e ngrit zërin për një të padrejte apo për një dëm që i bëhet, sepse friksohet. Prandaj thot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thot zullumçari, ai çka bën zullum, pra tirani, dhe ai çka e duron zullumin, pra dëmin, shtypjen, padrejtësinë, hesht pra, ai thot së bashku me zullumçarin do ta kenë vendin e njëjtë në xhenet, sepse nëse ti hesht je me një fabrika, ku ta diun me një sipërmarrje, dhe aty i bëhet padrejtësi shokut tënd, punëtorit, bashkëpunëtorit tënd, dhe nëse ti hesht për shkak interesit tënd, të jesh i sigurt që ti do ta kesh ndëshkimin njësoj sikurse ta ti shefit tënd zullumçar, i cili i bën keq bashkëpunëtorit tënd, një shoku punëtor. Prandaj, kur e sheh shefi jot që është zullumçar, apo një ministër, kryeministër, apo me një punëtori, apo me një qeveri ku punoni, apo në shoqëri, thjesht, për çdo padrejtësi që ju bëhet, nëse shohin që ti e ngrit zonin, ata kanë me pas ma kujdes, dhe të tjerët gjithashtu kanë me marrë mësim për atë punë, për atë zullum që ta bën zullumçari, ndërkaq mazlumi, ati që i është bërë pa drejta, ai normal që do të ketë, si me thonë, do të ketë shtypje, do të ketë probleme, mirë po mbi të gjitha Zoti thot, unë jam me të shtypurit, unë jam me ata, prandaj vetëm pritet koha kur fjala jote, zëri yt i ngritur, ta rregulloj një çështje në shoqëri, gjithashtu nëse ai vdes për të drejtën e tij, ai e ka të siguruar xhenetin. Pra është duke bërë garë, e nëse mbet gjallë, ai ka me mbet hero, njeri i cili kur nuk e ka ul zërin, nuk është frigu zërin kur i është bërë pa drejtësia. Prandaj, gjithmonë bëni gara në këtë botë, sa ma shumë, por me vepra të mira. Ka njerëzi bëjnë gara, mirë po vdekjen e kanë fund i garës. Po ka njerëzi që bëjnë gara në këtë botë, por fillimin e kanë xhenetin në botën tjetër. Vazhdojmë. Qoftë ti keni bërë veprat e mira haptazi ose fshehurazi, ose ta folni të padrejtën, ani, Allahu fal shumë dhe është shumë i fortë. Ata të cilët mohojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe ata që dëshirojnë të bëjnë dallim ndërmjet Allahut dhe të dërguarve të tij, duke thënë disave u besojmë e disa i mohojmë dhe dëshirojnë që nëpërmjet tyre të marrin farë qëndrimi. Ata janë me të vërtet mosbesimtar të plot, kurse ne mosbesimtarve u kemi përgatitur vuajtje të turpshme. Ndërkaq ata që i besojnë Allahut dhe të dërguarve të tij, pa e dalluar asnjërin prej tyre, atyre me siguri do t'i jepet shpërblim se Allahu fal dhe është shumë i mëshirshëm. Pra këtu kuptohet që te disa fetar që janë për shembull te feja e krishterë apo jevrej, nuk e as që e pranojnë profetin Muhammed si të dërguarit të Zotit, ky pra 151 Surja Nisa i thot, i drejtohet Zoti atyre se ata bëjnë dallim në mes të dërguarve të Zotit dhe për ata përgatitet vuajtje e turpshme. Pasardhësit e librit kërkojnë prej teje që nga qielli tu zbresish librin, pra të krishterët dhe jevrejët. Tash i tregohet
profetit Muhammed se ata kanë me kërku prej teje që ta zbresish librin. Nga Musa madje patën kërkuar më shumë se kaq, kur i thanë na e trego haptazi Allahun të jevrejit. Prandaj për shkak të pashpirtësisë së tyre i shitoi Rufeja. Pastaj, pasi u erdhën argumentet të qarta, ata morën viçin për Zot, por edhe këtu u afalëm, ndërsa Musait i dham haptazi pushtet. Për 40 ditë, Musa a.s. që ka shkuar në izolim në malin Tur për të biseduar me Zotin, pra për të marrë zbritjen, shpalljen e Zotit, për brenda 40 ditëve, edhe se Musa e la vëllaun e tij si zëvendës në popull, ai popull i morën gratë, ati populli i shkrinë dukatin dhe e krijuan një viç të dukatit. Prandaj thuhet se popullit jevrej mas shumë të janë dërguar pejgamber dhe mas shumë të ata kanë qenë që i kanë mbyt profetet pra. Dhe përmbi ata ngritë malin Tur, pra mali Tur është ku profeti Musa ka qenë, për shkak të besës së tyre dhe ne u thamë, hyni në port kokullur dhe prap u thamë, mos gaboni për të shtunën dhe ata morën preptim të fortë. E kemi përmend në sure Bekara ajeti 65, ku Zoti shtunakët, pra njerëzit e të shtunës që ishin jevrejt, ata i shëndrojnë në majmun, për arsye se i tha hebrejve Musa, a.s. paqja qoftë mbi ta, i tha që Zoti më ka urdhëruar të ju them që ditën e shtunë mos të shkoni në lumenje në përdetra që të nxini peshqi, sepse kjo ishte një ditë kur peshqit shumëzohen dhe Zoti dëshironte që për të mirën e tyre t'i këshilloj, mirë po ata nuk i besuan as Zotit as Musës a.s. dhe shkuan mu në ditën e shtunë që të nxinin peshqi, pra, dhe kështu për këtë arsye Zoti i dënoi në surën Bekare ajeti 65, i shëndroi në majmuna. Nga kjo mund të themi se ndonjëherë vërtet këtu pra njeriu nuk e ka priardhjen prej majmunit, po majmuni e pas ka priardhjen prej njeriut. Vazhdojmë. Por për shkak të thyerjes së premtimit të vet dhe mohimit të argumenteve të Allahut dhe mbytjes së profetëve pa asnjë farë faji, siç thash i kanë mbytur profetet, dhe të deklarimit të tyre, zemrat tona janë të mbyllura, ata kanë thënë që zemrat tona janë të mbyllura, Allahu ua ka vullosur zemrat me mosbesimin e tyre, prandaj vetëm pak si besojnë. Pra edhe nga të jevrejet, prak prej tyre kanë besu. Dhe për shkak të mosbesimit të tyre dhe deklaratave të rënda shpifëse kundër Merjemës. Pra kjo është në kohën sepse Isa a.s. ka zbritë për të jevrejet, pastaj ka vazhdu me të krishterët, por në Kur'an përmendet vetëm feja e Zotit, nuk përmendet as feja e krishtere, as përmes Krishtit, pra përmes krishterizmi nuk përmendet, as jahudizmi përmes Judës, as muhamedizmi përmes Muhamedit, që nësë kemi muhamedizm, po kemi vetëm Islam. Prandaj Zoti thot në Kur'an, feja është e imja, nuk është e njerëzve. Fejen, ligjet i ka vendos Zoti, po njerëzit pastaj e kanë darë. Prandaj nga kjo del që Isa a.s. ju është dërgu edhe popullit të jevrej, pa marrë parasysh që edhe aty kanë probleme jevrejt dhe të krishterët. Pra, si edhe të deklarimit të tyre, pra, që e kanë ofendu, deklaratat e tyre shpifëse ndaj Merjemës, kundër Merjemës, si edhe të deklarimit të tyre, me të vërtet ne e vramë Mesijun, Isaun të birën e Merjemës,
të dërguarin e Allahut. Pra kjo është në thojza fjalët e tyre që kanë thënë jevrejt, na e kemi vra Mesihun Isaun, birin e Merjemës, edhe pse as e kanë vrar, as e kanë gozhduar, por ashtu u është dukur. Ata të cilët ndanë mendimin lidhur me këtë, ishin në dyshim për këtë nuk kanë ditur kur gjë të sigurt, vetëm si pas hamendjes flisnin, ndërka që është shumë e sigurt se atë nuk e kanë vrar. Këto janë fjalët që i zbresin tani popullit të ummetit të profetit Muhammed, pra popullit të fundit dhe librit të fundit, pra Kurani Kerim. Por Allahu e ngriti te vetja, se Allahu është shumë i urtë dhe i fuqishëm, dhe nuk ka asnjë pasues libri i cili para se të vdes nuk do të besoj në të ashtu si duhet, e në ditën e gjykimit ai do të dëshmoj kundër tyre. Dhe për shkak të një krimi të ebrejve, ne atyre ua kemi ndaluar disa ushqime të mira që i kanë pasur të lejuara, dhe për shkak se shumica janë shmangur nga rruga e Allahut, dhe për shkak se kanë marrë kamatën e që kanë pasur të ndaluar, si edhe kanë ngrënë pasurinë e të tjerëve në mënyrë të palejuar. Nëse bashkë bëjmë një krahasim të sotshëm, të gjitha bankat botërore janë 90% që mos themi ndoshta 100% që janë të jevrejve, sepse ata këtë punë kanë bërë edhe në kohën e Musës, e Isës, e profetit Muhammed. Kurse ne për mosbesimtarit kemi përgatitur dënim të dhëmshëm, ndërsa ka prej tyre të cilët janë thelluar në shkencë, pra prej këtyre të jevrejve të asaj kohës, edhe besimtarët që besojnë atë që të zbret ty, si dhe asaj që është zbritur para teje. Ka pra edhe që studiojnë një futur në shkencë, por edhe ka prej atyre që besojnë edhe para teje, o Muhammed, posaçërisht ata që kryen faljen dhe ata që japin zekatin dhe i besojnë Allahut dhe botës tjetër. Ata janë të cilëve me siguri do t'i japim shpërblim të madh. Shiko, ka edhe prej atyre, thot, të cilët falin, e kryen faljen, edhe japin zekatin, edhe besojnë në Allahun. Ndërka që në surën Bekare 61 thot, prapi përmend të krishterët edhe jevrejët, thot ka prej atyre të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira, i besojnë Allahut, bëjnë vepra të mira dhe i besojnë botës tjetër, për ata nuk do të ketë ndëshkim, as pikëllim, as vuajtje. Pra nuk mund të themi ne se të gjithë vëllezërit e krishterë dhe jevrej, të gjithë kanë me hyrë në xhehenem, sepse mund vjen shumë keq që shumica, mos them shumica, po disa teolog, ose ndoshta keq kuptohen, ose ndoshta kanë pak njohuri, dhe nuk i fusin të gjithë krishterët edhe jevrejt me një thes, por ja që Zoti, dhe i thonë se të gjithë e kanë vendin xhehenem, por ja që Zoti në surën Bekare 61 thot, ata nuk do të jenë të pikëlluar, ata do të jenë të shpëtuar, ata që besojnë në Zotin, në botën tjetër dhe bëjnë vepra të mira. Edhe këtu thot, edhe thot është zbritur para te, posaçërisht ata që kryen faljen dhe ata që japin zekatin dhe i besojnë Allahut dhe botës tjetër, domethënë prapë edhe këtu botën tjetër është kusht, për me qenë fetar duhet mi besu botës tjetër që ekziston, ata janë të cilve me siguri do të japim shpërblim të madh. Wow, edhe krishterëve, edhe jevrejve po i jep ka shpërblim të madh. Vazhdojmë, po disa prej tyre. Ne ty të japim shpallje ashtu siç i kemi shpallur Nuhit edhe profetëve të tjerë pas tij. E i kemi shpallur edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Isakut, edhe Jakubit, edhe pasarsve, Isait dhe Jubit, edhe Junusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit, kurse Davudit i adham Zeburin. Shikoni pra, këtu tregon Zoti emrat e profetëve, po i thot
dhe profetit Muhammed, ne ty të japim shpalljen, ashtu si që kemi dhënë dhe i cek emrat e profetëve. Edhe profetëve për të cilët të kemi rrëfyer më parë, prap Zoti flet me profetin Muhammed, por kjo kur i flet profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta dhe familjen e tij, kjo do me thënë na flet edhe neve. Këto janë dituri hyjnore. Prandaj vazhdojmë. Edhe profetëve për të cilët të kemi rrëfyer më parë dhe profetëve për të cilët nuk të kemi rrëfyer, se Allahu me siguri ka folur me Musën. Për profetët të cilët kanë predikuar lajme të gëzueshme dhe vërejtje që njerëzit pas profetëve të mos kente Allahu asnjë farë arsyetimi, kurse Allahu është shumë i urtë dhe i fuqishëm. Por Allahu dëshmon se atë që ta zbret ty, o Muhammed, ta zbret që vetëm ai e di, ndërsa engjujt edhe ata e dëshmojnë, megjithse për dëshmitar mjafton Allahu, por ja që edhe engjujt e dëshmojnë, sepse Xhebraili ishte ai i cili ishte një lidhje connection me Zotit dhe profetit. Vazhdojmë. Por Allahu dëshmon se atë që ta zbret ty, ta zbret që vetëm ai e di, ndërsa engjujt edhe ata e dëshmojnë, megjithse për dëshmitar mjafton Allahu. U përsërit. Ata të cilët mohojnë dhe që i kthejnë edhe të tjerët nga rruga e Allahut, kaq kanë humbur keq. Zoti thot, nëse ti e mohon Zotin, s'pako mos i kthej të tjerët, mos i largo për rrugës Zotit, mos fol maje mohimin, qafirëllëkun, pabesimin, maje në zemrën tënde, po mos i bën keq, mos i humbë të tjerët. Mos i largon nga rruga e Zotit të tjerët. Atyre që mohojnë dhe bëjnë krime, Allahu një mend atyre nuk u afal dhe nuk do të drejtoj në rrugë të drejtë. Pra, edhe mohimi, edhe krimi po përmendet. Vazhdojmë. Përveç rrugës së xhehenemit, në të cilën do të mbesin gjithmonë e jetë. Kjo është shumë lehtë për Allahun. Pra të nderuar miq, siç po e shihni, këtu thot atyre të cilët bëjnë krime dhe e mohojnë Allahun. Pra këtu ne kemi edhe njerëz që janë musliman, veç emrin e kanë musliman, e mohojnë Zotin dhe gjithashtu bëjnë krime. Ata e kanë vendin e keq. O njerëz, profeti u ka sjell të vërtetën nga Zoti juaj. Prandaj besoni, më mirë është për ju, e nëse nuk e besoni ani, çka ka në qiell dhe në tokë është e Allahut, dhe Allahu është shumë i dijshëm dhe i urtë. O pasardhës të librit, mos ju shmangni fesë tuaj dhe për Allahun flitni vetëm të vërtetën. Mesihi, Isa i biri i Merjemës, është vetëm i dërguar i Allahut, si edhe fjala e tij, të cilën i tha Merjemës dhe i dha jetë. Prandaj besoni Allahut dhe të dërguarve të tij dhe mos thoni janë tre, triniteti, që e kanë te krishterët. Mjaft e ka, më mirë u bie, Allahu është vetëm një Zot, qoftë lavdëruar ai, vallë ai të ketë djalë, e atij është gjithë çka ka në qiell dhe në tokë, dhe Allahu është mjaft për ndihmës. Çuditë Zoti, çu mundet me pas Allahu djalë? I thot profetit, thuaj atyre njerëzve tu të krishterë. Mesihit Isaut nuk do t'i vi rënd të pranoj se është njeri i Allahut, e as engjëjve më të afërt, e atyre që u vjen rënd për buzje të adhurojnë atë Allahun dhe të tregojnë arrogancë, ani, Allahu të gjithë do t'i tuboj para vetes. Ndërkaq ata që besuan dhe kanë bërë vepra të mira, ai do t'i shpërblej sipas meritës.
madje nga mirësia e tij i shpërblen edhe më tepër, kurse ata që kanë shprehur mosbesim dhe arrogancë do t'i hudhë në mundime të padurueshme dhe ata përveç Allahut nuk do të gjejnë për vete as mbrojtës as ndihmëtar. O njerëz, tani më ju ka ardhur argument nga Zoti juaj dhe ne u kemi zbritur dritë të qartë. Sa u përket atyre që besojnë Allahun dhe i përmbahen atij besimi, ai me siguri do të shtjerë në mëshirën dhe mirësinë e tij dhe do t'i udhëzoj rrugës së drejtë të tij. Ata kërkojnë prej teje sharrim, o Muhammed. Thua ju, Allahu do t'ju rrëfej juve ligjin për kelalin, derëm shelmin, pra personi i cili nuk ka pasardhës, nuk është martuar, ka pasur probleme shëndetësore e tjera. Nëse dikush vdes që nuk ka fëmijë, por ka motër, asaj i takon gjysma e pasurisë që e lë ai. Mirë po edhe ai e trashëgon atë nëse ajo nuk ka fëmijë. Për shembull, ka raste kur motra nuk është martuar dhe është sterile, atëherë pasuria e saj gjysma i takon vëllaut. Kjo vlen edhe për atë mashkullin i cili është kelal i thënë arabisht apo steril në gjuhën shqipe. E nëse janë ato dy, atëherë dyjave u takon 2/3 nga ajo që lë ai. Po nëse ata janë vëllezër, burra dhe gra, atëherë mashkullit i takon aq sa i takon 2 femrave së bashku. Këtë Allahu u asharon që të mos humbni, ndërkaq Allahu i di të gjitha çështjet shumë mirë. Nëse pra një mashkull, vllau, nuk ka pasuri, atëherë gjysën e pasurisë ja jep motrës, apo gjithë pasurinë tjetër nëse ka më shumë motra dhe vëllezër duhet ta ndaj. Vazhdojmë. Surja Maide është surja e 5 në Kur'an, për ndryshe quhet në gjuhën shqipe surja Tryeza. Pra është ky tregim i zbritjes së tryezës nga qielli për apostojt e Isaut a.s. për të cilin flitet për këta apostoj flitet në ajetin e 114, sure me programe dhe legjislacione për udhëheqësi, pra ligje të Zotit se si duhet të udhëheqet një shtet. Gjithashtu, këtu se si duhet të bëjnë muslimanët, me muslimanët ata duhet të bëjnë marrëveshje e gjëra tjera për çështje politike, sociale, ekonomike, pra për këto gjëra flet kjo sure. Vazhdojmë. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ajeti i parë. O besimtar, zbatoni marrëveshjet, ju lejohen kafshët përveç atyre që po ju numrohen, por nuk ju lejohet gjuetia derisa po bëni detyrën e haxhit. Allahu me të vërtet cakton çka dëshiron. O besimtar, mos i gjymtoni traditat e Allahut në haxh, as muajin e shenjtë, as kurbanin, as ato me qafore, as ata njerëz që janë nisur drejt tempullit të shenjtë, duke dëshiruar mirësinë dhe kënaqësinë e Zotit të vet. Këtu pra janë disa rregulla për ata haxhillar të cilët shkojnë në haxh. Por kur t'i kryeni detyrat e haxhit, atëherë gjahtoni. Dhe urrejtja kundër disa njerëzve që e keni për shkak se ju kanë penguar të afroheni në tempullin e shenjtë, se ka pas idhujtar të cilët i kanë pengu me shku tek qabja e Zotit, asesi le të mos u shtyjë që të silleni armiqësisht. Ajo ka qenë një urrejtje para Islamit, tash kur idhujtarët e kanë pas qabën si tempull, ndërka që pas Islamit, kur ka zbrit ky verseti kuranor, pra kjo sure, atëherë këtu tregon Zoti që
mos bani urrëtie me ata që kanë qenë para jush, pra, që kanë qenë armiqtë e juaj. Ndihmoni njëri tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri dhe mos ndihmoni në mëkat dhe armiqësi. Dhe friksohuni Allahut sepse Allahu është ndëshkim plot. Tash verseti 3, ju ndalohet softina dhe gjaku dhe mishi i derrit, edhe ajo që është e prerë në emër të ndonjë tjetrit e jo në emër të Allahut. Pra nuk nëse prehet një dele apo një kafsh bakti në emër të birit të atit, atëherë ajo nuk mundet me qenë halal për neve muslimanët. Prandaj në Perëndim ku shumica janë të krishterë, gjithmonë pasi që ligji e ndalon me u pre ku ta dijun pula e dashi në për oborre e tjera, edhe pse atje ka pra njerëz që kanë oborre dhe mund ta presin një lop apo një kafsh në oborrin e tyre, mirë po ligji në Gjermani, Zvicër i ndalon. Prandaj ata kanë halal mit, kanë dyqanet ku shitet mishi halal. Dhe thot kështu, jo në emër të Allahut, ndalon ato kafshë që prehen jo në emër të Allahut, edhe ajo që është e mbytur dhe e vrarë. Pra ka edhe disa mënyra kur është e mbytur, pra e ngordhur nuk mund ta përdori mishin e saj, përveç se nëse është ende gjallë dhe aty për aty e marri me prejmë në emër të Zotit. Dhe që ka ngordhur pas ndonjë rrëzimi ose është shkyer me brirë ose e ka hëngër ndonjë egërsir, përveç nëse e keni therrë ju dhe që është flijuar për hir të idoleve. Do me thonë për hir të idoleve përpara, për hir të Llatit, Uzatit, zotnave që i kanë pas. Dhe ju ndalohet shorti, falli me shigjeta. Këtu është përmend falli me shigjeta, për sot është falli edhe me kafe, edhe me letra, edhe me kuta diun. Ato janë mbrapshti. Sot mosbesimtarët i kanë humbur të gjitha shpresat se ju do të tërhiqeni nga feja juaj. Prandaj mos u friksoni atyre, por të më friksoheni mua. Pra sot për mosbesimtarët s'ka shpresa. Prandaj kur është kthy profeti Muhammed nga haxhi lamtumirës, që ka qenë viti 23 i shpalljes, edhe në Gadirul Hum, Zoti ja zbret këtë verset kuranor, sot ju kam përsosur fen tuaj dhe kam plotësuar dhuntin time, pra ato që ka ma ka dhënë mu Zoti, pejgamberi thot, sot e kam plotësu fen tuaj dhe atë dhuntin time që ma ka dhënë Zoti ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Kurse ai i cili do të jetë i sprovuar me uri, por jo nga prirja për mëkat, ani Allahu padyshim fal, ai është mëshirë plot. Kjo pra lidhet ai që është i prirë nga i sprovuar me uri, pra u cek manal që s'ban me përdor mishin e kafshës ngordhur e tjera që për shembull s'ka kafsh tjetër t'je unë t'je për vdekje, normal që mundesh me ngran edhe mishin e një kafshe tegre, apo kafshe e cila është e mbytur ose nuk është e prerë me bismillah e tjera. Të pyesin çka u lejohet, thuaj, ju lejohen ushqimet e mira dhe ajo çka u agjahtojnë, kafshët të cilat i keni mësuar për gjahtim. Ashtu si që ka mësuar juve Allahu, hani atë që u azënë ata dhe përmendni emrin e Allahut në atë rast dhe friksohuni Allahut, sepse Allahu është me të vërtet i shpejt në llogari. Sot ju lejohen tëra ushqimet e mira dhe ju lejohen ushqimet e idhtarëve të librit, pra ushqimet e idhtarëve të librit. Dikush thot, po çe këtu Zoti po thot, na lejohen ushqimet e të krishterëve dhe të jevrejve. Po,
por jo më lartë në ajetin 3 që u përmend të kafshët të cilët theren në emër të birit të Atit. Kjo normal që nuk lejohet, por ushqimet që i përgatisin prej tokës ose përgatit një ëmbëlsin e kini shoqet të krishterë dhe ajo betohet, thot që nuk kam përdor vaj derri ose nuk e përdor, ka shumë të krishterë që nuk e përdorin, atër ushqimet e tyre e iftarve të librit, këtu plus është një dyshim, sepse këtu thot iftar të librit, na pak më nalt e përmendëm, kishte prej atyre që ishin besimtar. Po prandaj unë shpeshherë tham nuk ka shumë dallim ke feja krishtere, feja islame, bashkë si kanë thënë si një vinë mes me qenë, mirë po është problemi se në Jezusin, në Isën a.s. që e interpretojnë si djali i Zotit, këtu është një gabim. Inshallah Zoti ja falë, na s'kemi çka i gjykojmë. Jezu Krishti vetë ka me ardhë para qabes, inshallah Zoti i shpejton ardhjen e tij, edhe Imam Mehdiu ka me ardhë para qabës, edhe Jezu Krishti ka me imledh gjithë prift të rinjët, dhe ka me i thonë, pse më keni bo djali i Zotit, kur edhe në Kur'an edhe në Bibël madje thot, ajo është vetëm i dërguar i tij. Po atë çka do të thot Musa, çka do të thot Imam Mehdiu a.s. Ai do t'i mbledh, do t'u boj jo priftat, po të gjithë ata hoxhallart më të mëdhenj që e kanë njoft populli, qoftë Kosovë, Shqipni, në Turqi, në Arabi, në Amerikë, kudo që janë, dhe që e kanë atyre do t'i mbledh para qabes në gjyqin toksor, hynor, dhe do t'i thuhet atymve pse ma keni deviju fenë e gjyshit tim. Prandaj devianca ka edhe të krishterët edhe të muslimanët. Prandaj këtu përmendet pra sot ju lejohet tëra ushqimet e mira dhe ju lejohen ushqimet e iftarve të librit. Ma nalt tha jo ato që nuk prehen në emër të Zotit, por poshtë mendohet për ushqime tjera, se për gjahin veç është caktuar, folëm më nalt. Gjithashtu edhe besimtarët e ndershme i keni të lejuara, por edhe ato që janë të ndershme prej atyre që është dhënë libri për para jush, pasi që tua jepni dhuratat e kurorës së tyre dhe me ndere fesnikëri, e jo të bëni amoralitet me to dhe t'i merrni si mikesha, si dashnore. Pra bën edhe me besimtarët e krishtere, por besimtarët e krishtere, pra që i besojnë në Zotin, në Jezusin si dërguar i Zotit, e jo pastaj si që janë deviju. Ndërsa ai që e mohon besimin, ati i ka shkuar kot puna e vetë, dhe ai do të jetë i humbur në botën tjetër. Vazhdojmë. O besimtar, ky verseti 6 i surës Maide është për abdesin dhe për gusulin. O besimtar, kur të niseni të falni namazin, lani fytyrat tuaja, edhe duart tuaja me gjithë bryllat, deri te bryllat, kurse kokën tuaj fërkone, bëni mes edhe këmbëve tuaja deri mbi zoks të këmbës. Pra mes me i bë kokës edhe këmbëve. Pra këtu profesor doktor Fethi Mehdiu nuk e thot me i la këmbët, ndërka që te Sherif Ahmeti e ka fut në klapa, lani këmbët deri në zogza. Këtu është nuk pajtohen dietarët, sepse sipas Ehli Bejtit, nëse ti i ke këmbët pa larë, tu thot në vazhdim që ose jeni të papastër, atër lahuni. Pra, si mas Ehli Bejtit, ti njëherë duhet me marrë me brush, me i la dhëmt, me i la veshët nëse ki nevoj, me i la qafën nëse e ki të përlyt, me i la këmbët nëse e din që ke shkel dikun naj lakshti apo naj urin të macës, qeni, të fëmijut e tjera, i ki të përlyta këmbët i vjenera, këto larjen e këmbëve i boni të gjitha para abdesit, sepse abdesi është kurbeten ila Allah, me ta afëru te Zoti, është një ritual njësoj si kurse namazi.
Pra ulesh në ruku edhe aty, pra kur të ulesh me i dhënë mes këmbëve e ki për uljen, kur ta lanë ftyrën, o Allah, më ngjall me ftyrën time, ruma ftyrën nga mëkatet, më jep dritë në takimin me ty, më tako me profetet, o Allah, mos ma jep libri në anën e majt, ma jep në anën e djathtë ose përpara, o Allah, mos ma jep libri në anën e majt ose mrapa, o Allah, më ruaj në arshin ditën e kiametit, o Allah, forcomi këmbët e mia në urën e siratit. Pra kjo është njësoj si kurse kur falim namaz, që themi lutje nga Kurani, këto i kemi ritual për marrjen e abdesit. Pra nuk është abdesi për me të pastru, këto kuptojeni. Pastrimin, po pejgamberi i ka la gojen, i ka la undën, i ka la veshët, i ka la qafën, i ka la kam. Kret këto bani para abdesit, la i kamët nëse i kitë për lyta, nëse si ki me qaraf, vetëm heke qarafin, e pasta i ban mes kokës dhe mes kamve. Ma gjansisht e keni marrja e abdesit si pas e hlibetit në kanalin tim në YouTube, Iqbal e Huduti, playlist namazi. Aty i keni krejt edhe për abdes edhe për namaz edhe të gjitha. Vazhdojmë. Pra, fërkojeni kokën, bëni mes edhe këmbët tuaja, bëni mes deri mbi zogës të këmbës. Ndërka që ju shikoni te Sherif Ahmeti, aty e keni verseti 6, surja e 5, Maide, e keni pra në klapa lani këmbët, Zoti ja fal. Dhe nëse jeni të papastër, atëherë pastrohuni, por nëse jeni të sëmur, ose në rrugë, ose në qoftë se keni kryer nevojë natyrore, pra keni dalë në banjo, apo keni pasur marrëdhënie me gratë tuaja e nuk gjeni ujë, atëherë me duart tuaja prekni tokën e pastër dhe lëmoni ftyrat e tuaja, prekni pra kështu tokën e pastër, shkunde kështu pakës, lëmoni ftyrët e juaja, pastaj prekni tokën dhe lëmoni krahun e djathtë edhe krahun e majt. Kjo pra është tejemumi, qose për shembull edhe në përbanesa ki balkon dhe ujë nuk ka, po ti ke pas marrëdhënie me gruan mbram, s'ke mund me u la, atër del në balkon, aty në plunë, e prek tokën, e prek ftyrën, prapë e prek tokën, krahun e djathtë, krahun e majt, ky tejemumi e zavenson gusulin pas marrëdhënie seksuale dhe edhe gjithashtu e zavenson edhe abdesin, mundesh mu fal me tejmum pa pik problemi, nëse s'ki ujë, dhe në momentin kur vjen uji, atër tejmumi nuk është kabul, do të më u la edhe me u pastru. Allahu nuk do t'ju vëj vështërsi, por do t'ju pastroj dhe t'ju plotësoj dhuntin e vetë që të jeni mirënjohës. Vazhdojmë. Dhe kujtoni mëshirën Allahut me të cilën ju ka mbuluar dhe besën me çka u ka futur në obligime kur thatë, dëgjuam dhe u bindëm. Friksohuni para Allahut sepse Allahu pa dyshim di se çka keni në zemra. O besimtar, kryeni obligimet ndaj Allahut dhe dëshmoni drejt. Kurse si urrejtja që keni ndaj disa njerëzve nuk duhet ju shtyjë të bëheni të padrejtë. Bëhuni të drejtë, ajo është më së afërmi devotshmërisë dhe friksohuni Allahut, sepse Allahu është i informuar mirë se çka bëni. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh. Kurse ata që nuk besojnë dhe i mohojnë argumentet tona, ata janë banor të xhehenemit. O besimtar, kujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush kur disa njerëz deshën t'ju zënë, t'ju sulmojnë, por ai i pengoi dhe dëshfriksohuni Allahut dhe besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. Mbështetja te Zoti është një mrekulli. Allahu ka marrë besën e izraelitëve dhe ne u dërguam prej atyre 12 mbikëqyrës dhe Allahu u tha, unë jam me ju
në qoftë se e kryeni faljen dhe jepni zeqatin, dhe nëse i besoni profetëve të mi, u ndihmoni atyre dhe vullnetarisht i jepni hua Allahut, gjithsesi veprat tuaja të këqija do t'u ambuloj dhe do t'ju shpije në xhennet, ku do të rrjedhin lumenje. Kurse ai që nga mesi juaj, e cili edhe pas kësaj nuk beson, ai krejtësisht e ka humbur rrugën e drejtë. Ky ajet i drejtohet këtë rast jevrejve, mirë po kjo vlen edhe për neve, mirë po në shekullin 21, mirë po për shkak se e kanë thyer besën e tyre, ne i kemi mallkuar dhe zemrat e tyre i bëm të ashpëra. Shikoni jevrejt e sotshëm, ata janë jo populli i zgjedhur, por populli i mallkuar. Surja Maide, ajeti 13. Thot edhe një herë, mirë po për shkak se e kanë thyer besën e tyre, edhe sot e thejnë besën e Zotit, ne i kemi mallkuar dhe zemrat e tyre i bëm të ashpra, ata i luajtën fjalët nga vendi i tyre, kurse një pjesë të madhe të atyre me çka qenë çortuar i harruan. Pra i kanë luajtur fjalët në Tevrat, në Zebur, e keni pa dhe si që sot si interpretohet Talmudi, i kinsej asaj kohë, katastrofë, vetëm vrasje, vrani fëmijët e Palestinës, vrani muslimanët kudo që gjeni. Pra i kanë luajtur fjalët e tyre. Kurse një pjesë e madhe të atyre me çka qenë çortuar, i kanë harru, fjalët i kanë harruar Zotit. Andaj ti vazhdimisht te ata, i thot profetit, përveç të një numri të vogël, do të kesh vetëm tradhtar, por falja u dhe mos i shaj, Allahu me të vërtet i do ata që bën vepra të mira. Edhe pre atyre që thonë, ne jemi të krishter, ne kemi marrë besën e tyre, por e kanë harruar një pjesë të mirë të asaj, me çka kanë qenë të çortuar, prandaj i kemi shtënë urrëtitje në mes tyre, deri në ditën e Kiametit. Pra edhe të krishterët e kanë dhënë besën, kanë thënë ne jemi besimtar, por i kanë harru, po thot shumë fjalë të Zotit, dhe prandaj Zoti thot i kemi fut urrëtitjen në mesin e krishterëve, dhe për të informuar për atë se çka kanë bërë. Mirë, vazhdojmë. O i thtar të librit, ju ka ardhur profeti ynë, Muhamedi, që t'ju shkoqis shumë gjëra nga ato çështje të cilat ju i fshihni, nga libri dhe shumë gjëra do t'i falë, e nga Allahu u pa të ardhur një dritë dhe një libër i qartë. Juve ju ka ardhur libër i qartë, po ju çka s'pas keni bo, i keni heke, i keni haru. Prandaj tash ju ka ardhur Muhamedi, dëgjojeni, me të cilin Allahu udhëzon rrugëve të shpëtimit, ata që anojnë të fitojnë kënaqësinë e tij dhe i nxjerr sipas dëshirës së tij nga terri në dritë dhe i drejton në rrugë të drejtë. Prandaj bota e krishtere, bota pabesimtare me të madhe i kthehen Islamit sot. Një mend mosbesimtarët janë ata të cilët thonë, Zot është ai, Mesiu, i biri Merjemës, Isa. Thuaj, kush mund t'i bëj diçka Allahut nëse do ta zhduk Isaun, Mesihun, të birin e Merjemës? Nëse Zoti e zhduk, e mbyt Isën, a mund jo me ndihmu, masi ko ka biri Zotit, Zotja baba, a mund me myt e vlatin e vet, kurse si. Edhe nënën e tij dhe gjithçka ka në tokë, kush mund, po thot, kush mund t'i bëj diçka të keqe Allahut, nëse Allahu e mbyt edhe Merjemën edhe Isën. Pushteti i Allahut është në qiell dhe në tokë, edhe në atë çka është ndërmjet tyre. Ai krijoi çka do dhe Allahu mund të bëj çdo send. Vazhdojmë. Ebrejt dhe të krishterët thonë, ne jemi fëmijët e Allahut dhe të dashurit e tij. Tash i thot Zoti profetit, thua ju atyre, po pse pra e dënon për gabimet tuaja? Po pse pra ju dënon për gabimet tuaja? Pra, edhe ju jeni si njerëzit e tjerë që i krijoi ai. Kujt do i afal e këdo e dënon. Pushteti i Allahut është në qiell dhe në tokë,
dhe çka ka ndërmjet tyre dhe te ai do të kthehen. O i thtarët e librit për krishterët dhe jahudit, ju ka ardhur profeti ynë, Muhamedi, në vazhdën e profetëve, që t'ju sqaroj në mënyrë që të mos thuani, nuk na ka ardhur as përgëzues, as qortues. Pra, ju ka ardhur përgëzuesi dhe qortuesi, dhe Allahu ka mundësi për çdo sen. Domethënë, Isa a.s. në kohën e profetit Muhammed veç nuk ka ekzistuar, ka ndru jetë, është në praninë e Zotit, edhe Musa gjithashtu ka ndru jetë. Prandaj ju kemi thënë edhe krishterëve, mos thoni mande që si ju kemi pru lajmëtar. Dhe kur Musa i tha popullit të vet, o populli im, kujtoni dhuntin, bereqetin e Allahut ndaj jush, që disa nga ju i bëri profet, ju bëri të pasur dhe ju ka dhënë atë çka nuk ja ka dhënë askujt në botë. Edhe Sulejmani profet ka qenë shumë i pasur, Davudi shumë i pasur, Sulejmani shumë i pasur, e tjera. O populli im, hyni në tokën e shenjët. Pra, toka e shenjët, si mbas komentatorëve musliman, edhe të krishterë madje, është Beitul Muqaddes, pra Kudsi Sherif, sot që gjendet në Palestinë, pra, të cilën u ka caktuar Allahu, dhe mos u zbrapsni e të ktheheni të humbur. Ata i thanë, o Musa, aty është një popull, shikoni, këtu do me thënë, disa e shohin që Mesjidul Aksa është toka e shenjtë, disa interpretatorë thotë toka e Shamit është është djepi i të gjithë profetëve të shpalljes, prandaj është shpallur si vend i shenjtë, sepse në Damask kanë pas shumë profet kanë zbritur aty. Dikush thotë është Jordania dhe Palestina, pra janë këto tri vende. Simas komentatorëve, unë e veç kështu me pika shkurta duke i pa komentimet e tefsiret e Kuranit që i kam shfletu edhe i kam shënu në Kuran. Dhe thot kështu, pra, ata i thanë, o Musa, aty është një popull i fortë dhe se nuk hym atje, derisa ata të dalin prej tyre, e nëse dalin ata prej tyre aty, ne me siguri atëherë do të hym. Dy vetë të cilët i janë friksuar Allahut dhe që ai udhëroi mëshirën e vet, thanë, hyni në dyert e atyre, e kur të kaloni nëpër të do të jeni me siguri ngadhnimtar, por keni mbështetje të Allahu nëse besoni. Toka e shenjtë që jehudët ta arrin pastërtinë hynore, pastaj idhujt e paganizmit u pastruan, idhujt e paganizmit, nëse nuk e zbatojnë këtë çështje, ai do ta prapë, do më thënë, këtë popull do ta kapë dëshkimin i Zotit. O Musa, thanë ata, derisa të jenë ata në atë vend, ne kur nuk do të hyjmë aty. Shko ti dhe Zoti yt dhe luftoni ne do të rrim këtu. Hyrja në tokën e shenjtë e pritën sepse aty sa aty do të jenë shumë mrekulli në këtë tokën e shenjtë në Jeruzalem. Prandaj edhe këta kanë pas një frikë që të hynë në këtë tokën e shenjtë, Zoti im i thot në 25, o Zoti im, tha ai Musa, unë nuk kam askë përveç vetës dhe vëllaut tim, prandaj ti gjyko në mes nesh dhe popullit të mbrapsht. Këtu përmenden dy njerëz, po përmendet edhe Musa edhe vllau i tij. Ata, tha ai, do të bredhin 40 vjet nëpër tokë, sepse ata tokën e shenjtë e kanë të ndaluar. E ti mos u piklo për popullin mbrapshtan. Zoti i thot për popullin e Musës, dvet. Këtu e kanë pyetjen, e ka, do me thonë, këtu flitet për Musën. Prandaj është komentimi shumë në merko, por mund vetë ta shihni në surën Maide prej ajetit 15, flet për jahudit. Dhe rrëfejo tregimin për dy djemtë e Ademit, realisht kur të dy bën nga një kurban,
por vetëm prej njerit u pranua e prej tjetrit nuk u pranua, e tha, me siguri do të mbyt, e tjetri tha, Allahu pranon prej të devotshmeve, dhe sikur të shtriheshe dorën për të më vrarë, unë nuk do të shtri dorën time për të vrarë ty. Kabili edhe Habili, dy vllazërit, dy djemt e Ademit. Unë i fiksohem Allahut, Zotit të botrave. Mirë po këtu nuk përmendet se janë vra për motrat për martes, po për të flijuar kanë prej kurban, edhe njerit Zoti ja ka pranu kurbanit, tjetri nuk ja ka pranu. I kam tregu edhe në mësime tjera, mund t'i gjeni mësime islame në YouTube Iqbal e Huduti, aty do t'i keni këto mësime. Unë dëshiroj që të bartësh mëkatin tim dhe tëndin dhe të jesh banori xhehenemit, ky djali që u vra. Tha, unë nuk ngrej dorë në ty, ama ma mirë, thot, unë me ta dëshiru ti që shkon xhehenem, se sa unë me shkon xhehenem, sepse ai është dëm për mizorët, unë pra nuk jam mizor, dhe epshi i ti e shpuri që ta mbys vëllan dhe mbyti, prandaj u bën nga të humburit. Allahu dërgoi një sorë të çapurisë në për tokë për t'i treguar si duhet fshehur trupin e vëllau të vjet. Mjeri unë, tha Kabili pra, e unë as sa kjo sorë nuk mund kam të fsheh trupin e vëllau tim, dhe u pendua. Vazhdojmë, të shohim sa u bo 1 orë e 8 minuta, vetëm sa për miu tregu, shikoni, pra këtu janë leximi i Kuranit që unë studioj, dhe ka versete që lypin shumë komentime, prandaj edhe i shënoj kështu me pika të shkurta, me letra e tjera me notes, prandaj ndetyrohem në këtë lexim kështu letrar, vetëm t'i kaloj, se për ndryshe do të kishim met shumë të ri. Prandaj ne u caktuam izraelitëve, nëse dikush mbyt dikë i cili nuk ka mbytur askë, ose nuk ka bërë në tokë turbullira, sikur ka mbytur tër njerëzimin. Shkoni pra, me mbyt një person sikur tër njerëzimin, po kush bëhet shkaktar për të jetuar dikush, sikur tër njerëzis u ka ruajtur jetën. Profetët tanë u kanë sjell argumentet të qarta, por shumica prej tyre edhe pas asaj e teprojnë në tokë. Shpërblimi i atyre të cilët bëjnë luftë kundër Allahut dhe profetit të tij dhe që bëjnë çrregullime në tokë, kjo është tamam për jahudit, është të vriten ose të gozhdohen ose të priten duart dhe këmbët tërthorazi ose të përzihen prej andej, ajo është poshtrim në këtë botë, kurse në botën tjetër i pret dënimi. Në këtë ajet kuranor, në surën 33, tregohet për hebrejt, për një grup hebrejve kanë ardhur në Medine, dhe ata kanë thënë që na jemi besimtar, dhe pasi që kanë thënë që na jemi besimtar, ata kanë bërë shumë turbullira në tokë, mirë po kanë qenë hipokrit, edhe këto e kam të spjegu me gjithashtu, po shkoj me pika të shkurta. Këta kanë thënë, na jemi besimtar, kemi besu, jemi bë musliman, mirë po nga rrena hipokrizit e tyre, Zoti ja dërgon nga klima që ka qenë atë vjet, këta ja dërgon një sëmundje të rëndë, dhe pastaj Zoti i urdhëron, thotë profetit Muhammed, për të shëruar nga kjo sëmundje dhe për ta mos përhapur këtë sëmundje, atëherë duhet i dërgosh në bjeshk të delet e zekatit, që ata të shërohen, të pinë qumshtin dhe të lahen me ta. Dhe muslimanët të cilët ishin hebrej në shpirt, në bindjen e tyre, por u paraqiten si musliman, u shëruan dhe mandej i nxorën syt barinjave, i apren këmbë duar, tërthërazi, i mbyten e tjera, e pastaj Zoti nga ky rast dha këto mësime dhe i tha në surën 33, që shpeshherë të vllaznit e krishterë dhe ata pabesimtar
madje edhe jevrejt që paraqiten me mantilin e krishterëve, që ata thonë shpesher, shikoni, thot, sa i rrept është Zoti, thot shpërblimi atyre të cilët bëjnë luftë kundër Allahut, tu nuk e tregojnë rastin si ka zbrit, dhe profetit e tij dhe bëjnë çrregullime në tokë, pra nëse ti den në luftë, në fushë betej, normal që nëse më ke mbyt edhe unë do të mbys ty, sepse nëse nuk më mbyt, ki me mbyt. Prandaj thot dhe bëjnë çrregullime në tokë, e këto çrregullime në tokë janë parapar në surën Maide 33, kur këta hebrejt me emrin kinse musliman kanë marrë, pra si që thamë, ma lartë i kanë verbu, i kanë çobaneshat, i kanë dhunu, i kanë mbyt, dhe kur kanë ardhur në Medine, profetit i thot Zoti, njëjtën mënyrë që i kanë prej kam tërthorazi, sepse ligji i Talmudit, pra Tevratit thot, syni për sy, ta ka qëru synin do të mja qëru, ta ka prej dorën do të mja prej. Kjo është ligji i hakmarjes. Dhe Zoti i tha profetit Muhammed në surën Maida ajeti 33, që shkan vepru ata me ata barinjet dhe bareshat, mas janë shnosh, pra kanë pi qumësht, janë la me qumështin edhe kanë arë Medine, mirë po, kanë bo çrregullime në tokë, edhe Zoti i thot, ose merrni gozhdoni që shkan gozhdu ata, pritja një duart dhe këmbët tërthorazi që shikan prej ata me barinjet bareshat, dhe përzini nga atje, nga Mekja Medinja. Pse mi përzon? Sepse disa prej tyre kanë thonë, valla, na kur gjos kemi bo, na jemi shëru, po na veç kemi këqyr, ama s'kemi bo kur gjo asni vrasje. Okej, ata kanë qenë të friksuar dhe s'kanë bo asni vrasje, dhe nga kjo kuptojmë se këta që nuk kanë bo prerje, mbytje, vrasje, shpuarje të syve, ata do më thonë keni me dëbu, nuk kanë vend mon Mekën Medine. Përveç atyre që pendohen para se tu vije fundi. Prap Zoti ja peshesa e mirë është, mund të ti dëshkoni që shi kanë mbyt muslimant në barinjet në bjeshk, por edhe mund t'i falni nëse pendohen. Duhet ta dini pra se Allahu është falës dhe mëshirë plot. A peshihni pra dënimi i Allahut dhe falja me njëherë shkojnë barabartë. O besimtar, friksoni Allahut dhe përpiqeni të jeni të afërt dhe luftoni për hir të tij që të shpëtoni sikur e tërë ajo që është në tokë të ishte në duart e mosbesimtarve, edhe aq më tepër për të kompenzuar nga dënimi i ditës së Kiametit, nuk do të pranohet. Ata i pret dënim i dhemshëm. Vazhdojmë. Dëshirojnë të dalin nga zjarri, por nuk kanë shtekdalje prej tij. Ata janë gjykuar me dënim të përhershëm. Pra këta njerëzit që kanë bërë këto trazira në shoqërinë muslimane. Vjedhësit edhe vjedhësës preja një duart si dënim për atë që kanë fituar shpërblim prej Allahut. Allahu është i fortë dhe i urtë. Dinaj Zoti pse ka thonë mja prej durt, sepse është një smundje kleptomania që njerëzit kanë si shprehije, kanë si vese, kanë si smundje kleptomania që pa ja prej dorën, ai nuk nalet me vjedhje. E kush pendohet pas veprës së vet të keqe dhe përmisohet, Allahu me siguri e fal. Allahu një mend fal dhe është mëshirëplot. A nuk e di se vetëm Allahu i takon pushtetit në qiell dhe në tokë? Ai dënon atë që do dhe ai fal kujt të do. Allahu ka mundësi për çdo send. Do më thonë, pasi ta jep Zoti ti udhëzimin edhe ti nuk don me marr, normal që Allahu të ka dhënë udhëzimin, nuk don edhe dënon. Por nëse ty ta ka dhënë udhëzimin edhe ti e don Allahun edhe ke shku mas rrugës ti, normal që Allahu ka me të udhëzuar. O profet, a nuk e di se vetëm Allahu ti takon pushtetin e qiellit dhe në tokë? Ai dënon atë që do dhe ja fal kujt të do. Allahu ka mundësi për çdo send. O profet, le të mos brengos ty puna atyre që shpejtojnë për në mos besim. Do me thënë ka pas u brengos të profeti se besonin njerëzit.
të cilët me gojë të vetë thonë, besojmë, na besojmë, por zemrat e tyre nuk besojnë. Ka nga ata ebrej të cilët më shumë dëgjojnë trillimet dhe me ëndje i pranojnë fjalët e huaja. E te ti nuk vinë. Ata u andërrojnë në fjalëve kuptimin dhe edhe pse kanë qenë me vend, thonë. Edhe njëherë se pa presje e lexova katastrofë. O profet, le të mos brengos ty puna atyre që shpejtojnë për në mos besim, të cilët me gojë të vetë thonë, besojmë, por zemrat e tyre nuk besojnë. Ka nga ata ebrej të cilët më shumë dëgjojnë trillimet dhe me ëndje i pranojnë fjalët e huaja, e te ti nuk vinë. Ata u andërrojnë fjalëve kuptimin, dhe pse kanë qenë me vend, thonë. Nëse kështu ju caktohet, atëherë pranoni këtë, e nëse nuk ju caktohet, atëherë ruajuni. Dhe atë që Allahu do ta lërë në humbje, ti nuk mund të bësh kurgjë te Allahu. Pra i thotë Zoti profetit, ka prej tyre që të na besojmë, po nuk janë besimtar. Na jemi musliman, po nuk janë besimtar, se musliman emrin me pas kollaj. Ata janë njerëz zemrat e të cilëve Allahu nuk ka dashur t'i pastroj. Ata në këtë botë kanë poshtërsimin, kurse në atë botë kanë një dënim të madh. Ata shumë i dëgjojnë gënjeshtrat, makutët e sëndaluarës, po nëse të vinë ti, ose gjykoji, ose ktheja u shpinën. Dhe nëse u akthen shpinën, ata nuk mund të bëjnë asgjë. Por nëse i gjykoj drejt, sepse Allahu i do të drejtit. E përse ata kërkojnë prej teje, o Muhammed, që ti të gjykosh? Ti kur e kanë Tevratin, ku gjenden normat e Allahut, pastaj ata prapi kthejnë shpinën, ata nuk janë kurrfar besimtarësh. Një dieta këtu në këtë ajetin 42 flet për ligjin e gurzimit, kur një grue me autoritet ka bë kurvëri, po ka qenë jevreje, por ka qenë gruaja e një kryetari, një ministri të atij vendi, dhe kanë ardhur te profeti Muhammed, i kanë thënë, hajtë se mos po na gjykon ai ma lehtë, se te krishterët është, te jevrejt është kurvëria dënohet me gurëzim, me vrasje, me gur, pra mbytje me gur, por profetit i thot Zoti, jo, thot ata e kanë ligjin e Tevratit, mos të mashtrojnë, ti duhet me drejtësi me i gjyku ata. Dhe kur e bin këtë gruan e atij kryeministri, thot jo më falni, ama ju duhet me gjyku me ligjin e Tevratit, sepse nuk jeni musliman. Ne e kemi shpallur Tevratin në të cilën ka udhëzime dhe dritë, në këtë kanë marrë vendime profetet, që ishin të përullurit e Allahut, ndaj atyre që ishin ebrej, pra Tevrati është libri i Zotit, po edhe njerëz të urtë të dishëm, prej të cilëve është kërkuar të ruajnë librin e Allahut, dhe ata e patën dëshmuar këtë. Pra edhe hebrejt e kanë ruajtur librin e Allahut, por pritet inshallah ardha e Imam Mehdiut dhe të gjitha këto të fshehta të hidhura do të dalin në mejdan. Prandaj kur të gjykoni, mos u friksoni për njerëzve, por të më friksoheni mua dhe mos bleni me argumente e mia diçka që vlen fare pak. Dhe ata të cilët nuk gjykojnë sipas asaj që kam shpallur, Allahu, që ka shpallur Allahu, mua ata janë mos besimtar. Ne në të atyre u kemi caktuar kryet për krye, syrin për sy, pra këtu tregon ligjet e Tevratit, pra hakmarja, kjo nuk është tek musliman, po thot ne në të atyre u kemi caktuar kryet për krye, syrin për sy, hundën për hund, e veshin për vesh, dhëmbin për dhëmb, edhe varët duhet kthyer. Edhe varrët, pra që bëhet një varr, duhet mu kthy edhe ajo mu hakmar.
por ai që heq dorë nga hakmarrja, kjo është kompenzim për atë. Ata që nuk gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu, ata janë kriminal. Pas atyre kemi edhe 3 faqe, do t'i lexojmë pak më shpejt. Pas atyre kemi dërguar Isaun të birin e Merjemës, i cili vërtetonte Tevratin e shpallur përpara tij, kurse atij i dham Injilin, ku kishte udhëzim e dritë dhe përforcim për Tevratin e shpallur para tij, si udhëzim, këshill dhe për të devotshmit. Pra, gjithmonë këshillat janë për njerëzit që janë besimtar, edhe të devotshëm. Edhe pasuesit e Injilit le të gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu në ta. Pra, edhe krishterët e kanë ligjin e vet. Ata që nuk gjykuan sipas asaj që ka shpallur Allahu, ata janë një mend mbrapshtan. Edhe ty të shpallëm librin me realitete për të vërtetuar librat e mëparshëm, tash i thot profetit Muhammed Zotit, dhe për kujdeset për ata, dhe ti gjyko në mesin atyre, sipas asaj që shpall Allahu, dhe mos ndiq epshet atyre që të largohesh nga e vërteta që të ka ardhur. Për secilin kemi caktuar një ligj dhe një drejtim. Për çdo profet, pra, dhe popull të tij kemi caktuar ligj dhe drejtim. Dhe si kur të kishte dashur Allahu, ai do t'ju kishte krijuar vetëm një popull, por ai don t'ju sprovoj me atë çka u jep. Prandaj bëni gara për vepra të mira, te Allahu do të ktheheni të gjithë dhe ai do t'ju informoj për atë çka keni kundërshtuar. Dhe gjykoi sipas asaj që të shpall Allahu, dhe mos u bjerë në ndikim të epsheve të tyre. Dhe ruaju atyre që mos të largojnë prej asaj që të shpalli Allahu. Dhe nëse e kthejnë shpinën, dije se Allahu dëshiron që për shkak të disa mëkateve të tyre t'i gëdas me ndëshkim. Pra, shumë njerëz me të vërtet janë mbrapshtanë. Ata të periudhës pagane kërkojnë gjykim, tash edhe këta idhujtarët vinë te profeti dhe normal kur bëjnë mbrapsira në tokë, çoroditje në tokë, normal që profeti Muhammed ka me i gjyku. Tash ka ligj edhe për ata që nuk i besojnë Zotit, ateistët, politeistët. Po kush gjykon më mirë se Allahu për popullin e bindshëm? O besimtar, mos merrni për mbrojtje hebrejt dhe të krishterët. Shiko, këtu është përkthimi i Sherifa Feti Mehdiu, thot, mos merrni për mbrojtje, ndërka që Sherifa Ahmeti thot, mos merrni për miq. Tash na miq normal që e kam një kojshi të krishter, edhe duhet me pas një farë miqësie, një pa mik se është kojshia jonë, duhet mos sjell mirë me ta. Ama këtu thot, o besimtar, mos merrni për mbrojtës hebrejt dhe të krishterët. Me të mbrojt, nuk mundet ty me të mbrojt i krishteri nëse është një punë e cila ka të bëj me dushmanin tem i cili është vet i krishteri, e tjera. Ata janë mbrojtës të njëri tjetrit, e atyre është madje edhe ai që nga mesi juaj i cili pranon për mbrojtës. Allahu, do me thënë, ata që marrin mbrojtje, bashkëpunojnë me të krishterët për t'i mbrojtur për diçka, qoftë edhe në lufta, thot, ata thot nga mesi juaj, të cilët e pranojnë mbrojtjen, ata janë si të krishterët, prandaj janë vetëm shpionat e tyre, por hebrejt dhe krishterët. Në këtë rast është për një rast që ka ndodhur, Ubade ibn Sami, pas betejës së Bedrit, ka thënë, na ata të fort ishin të krishterët dhe hebrejt, na duhet mi marrë për mbrojtës. Zoti i tha, jo. Po ky rast është në luftën e Bedrit, por edhe sot kjo vlen. Nëse pak e logjikojmë, po na po shkojmë më shkurt. Do t'i shohësh ata zemrat e të cilëve janë të sëmura, si shpejtojnë në të lidhin miqësi me ata, duke thënë, kemi frikë, mos po na godit ndonjë e papritur,
Valla po miqësohem unë me hebrejt se ata po kemi frikë prej tyve se po na gjunë në i raketa. Në klapa kanë thënë edhe atëherë, kemi frikë, mos po na godit ndonjë papritur. Ndoshta Allahu do t'ju japë nga ana e tij fitore ose diçka tjetër. Andaj ata do të pendohen për atë çka kanë fshehur në vetvete. Pra kjo është për rastin e sotshëm se si vendet arabe bashkëpunojnë me hebrejt. Po s'di që shkan me dalë para profetit Muhammed, ata popuj të cilët e kanë shkel këtë verset kuranor 51-52. Vazhdojmë. Dhe ata që besojnë dhe thonë, a këta qenë kanë ata që betoheshin në Allahun aq seriozisht se janë një mend me ju? Veprat e tyre janë të dështuara dhe ata janë të shkatruar. Kanë besu, kanë thënë na po besojmë, po çfarë ti krejt rrena. O besimtar, nëse dikush për jush i shmanget vesë vet, ani. Këta që thojnë lidhja deçanit, na po dalim prej fesë islame. Se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do. E ai dhe që e duan atë të përullur, kënena po dalin nga lidhja e deçanit që janë bërë qëto, po na po konvertohemi, na po kthehemi në paganizëm të parët tanë, apo në krishterizëm, po na po thotë Zoti po ju sjellim njerëz më të mirë se ata, si që janë të krishterët që po kthehen në islam, në tërë botën, të përullur ndaj besimtarve dhe kryelartë ndaj mos besimtarve. Ata do të luftojnë për rrugë të Allahut dhe do t'i friksohen qortimit të kurfar shpifësi, nuk do t'i friksohen. Ajo është mirësia Allahut, të cilën ai i jep kujt të doj dhe Allahu ka dije shumë të gjerë. Mbrojtësi juaj është Allahu dhe profeti i tij dhe besimtarët të cilët me përullje kryen faljen dhe japin zeqatin dhe janë të përullur. Kush e merr për mbrojtës Allahun, profetin e tij dhe besimtarët, ta dinë se edhe ata që janë me Allahun janë ngadhnjimtar. O besimtar, mos i trajtoni si miq ata të cilët fen tuaj e marrin për tallje dhe dëfrim, qofshin ata që u është dhënë libri, pra jevrej apo jahudi, qose ta keshin fen tënde, mos i merr për miq prej jush, qofshin mos besimtar dhe friksohuni Allahut nëse jeni besimtar. Komplet kjo surja po flet për jahudit edhe të ateshëm, edhe krishterët e ateshëm, edhe të sotshëm, edhe na si musliman si duhet me vepru me krishterët dhe jahudit, por jo krishterët e mirë dhe jahudit e mirë, po ata të cilët janë hipokrit. Edhe kur i thirrni për t'u falur, edhe ata e marrin për tallje dhe zbavitje, kështu bëjnë për shkak se janë njerëz që nuk kuptojnë. Thuaj, o i thtarë të librit, o hebrej, o krishter, apo në hakmerni vetëm pse i besojmë Allahut dhe çka na shpallët neve dhe çka është i shpallur më herët, shumica prej jush janë mëkatar. Thuaj, a t'ju tregoj kush është më i keq se ai të cilin Allahu e dënon rënd? Ai është ai të cilin e ka mallkuar Allahun. Pra, lene që e dënon Zoti po edhe mallkon dhe është i hidhruar me të dhe i ka bërë majmun edhe derë. Pra që këtu përmenden jahudit në surën Bekare 61 apo 65 përmendet që Zoti shtunakët i ka shëndru në majmuna, ndërka që këtu Zoti pas ka shëndru ata të cilët do me thënë bëjnë keq, janë edhe të mallkuar, edhe të dënuar rënd, po edhe të shëndruar në derra edhe në majmuna, dhe kanë adhuruar djallin, ata kanë pozitë më të keqe dhe janë më të humburit nga rruga e drejtë. Kur të vinë ata thonë, besojmë, çfarë hipokrizi kanë pas hebrejt edhe krishterët e asaj kohës. Po jo të gjithë, gjithmonë ta kemi parasysh, dhe jo të gjithë krishterët edhe hebrejt e sotshëm janë ata që po përmenden këtu në Kur'an. Ka dhe për atyve që thamë më përpara, ata i pret xheneti. Prandaj thot, kur t'ju vinë ata
dhe thënë besojmë, po ata që u vinë me mosbesim, por ata që u vinë me mosbesim, e ashtu edhe dalin, por Allahu e di më së miri se çka fshehin ata. Ti sheh shumë prej atyre që po shpejtojnë në mëkate e armiqësi dhe që e hanë atë çka është ndaluar, sa e keq është vepra e tyre. Përse të mos i largojmë njerëzit e ndershëm? Shikoni te hebrejt është ndaluar mishi i derrit, edhe te krishterët, po krishterët e hajnë, s'ke çka me vo. Pro ata e hajnë, po thotë edhe çka është ndaluar. Pse mos të i largojnë njerëzit e ndershëm dhe të dijshëm nga fjalët mëkatare dhe ushqimet e ndaluara? Po shumë keq bëjnë. Hebrejt thonë, dora e Allahut është e shtrënguar, Zoti koka ta maqara, u lidhshin duart e tyre dhe qofshin mallkuar se çka po flasin. Jo, duart e tij janë të hapura, ai jep sa të doj, ndërkaq ajo çka të shpall Zoti yt, gjithsesi se te shumica e tyre do ta shtoj mosbesimin dhe humbjen. Ne kemi futur në mesin e tyre armiqësi dhe urrëtie deri në ditën e Kiametit. Pra, kryqëzatat kjenë bo luftrat në mes të krishterëve. Sa herë që përpiqen të ndezin ndonjë zjarr për luftë, ata e shuan Allahu. Ata mundohen të bëjnë turbullira në tokë, por Allahu nuk i do gatrestarët. Sikur i thtarët e librit, pra krishterët dhe hebrejt, të besonin dhe të ruheshin nga mëkatet, ne patëm me u mbuluar veprat e tyre të këqija dhe patëm me i fut në xhenetet të kënaqësive, sikur ti përmbaheshin Tevratit dhe Injilit dhe asaj çka është shpallur nga Zoti i tyre, do të kishin pasur se çka të hanë dhe nga çka është përmbi kryet e tyre dhe çka kanë nën këmbët e tyre. Ka prej tyre edhe njerëz që veprojnë me maturi, por shumica